thjesht se unë ju met, ha sot, ha nes, unë ju met pa hi në burg hala, e nuk pidi qysh është. Qysh është vlla me majtë në burg, 28 vjetë. Falë këtë Kosovën. E shiko, kjo ishte një gabim i Serbisë, i cili të cilët menduan se po bojnë diçka shumë të meqme, edhe menduan se duke burgosur Adem Demaçin do ta nalin dëshirën për liri dhe të drejtën për liri. Ata menduan se duke më burgosur mua do t'i fiksojnë të tjerët dhe ndodhi krejtësisht e kundërta. Domethënë ndodhi ajo çka ligjet e jetës dëshirojnë që të ndodhë. Dhe ligjet e jetës janë përshkuar përpara, për të zhvilluar sa më shpejt, për të ndriçuar sa më shpejt. Dhe unë isha një njeri i cili duhej të digjesha që të tjerët të mund të shishin më mirë, të shishin njëri tjetrin dhe në atë errësirë të robrisë të kishin një orientim. Sepse le të jetë errësira sa do e madhe, po vetëm një qiri të jetë diku, njerëzit orientohen andej. Ka disa të bukura, ka dhe disa të hidhura. Ishte bukur e ishte gëzim i madh, po ishte shumë vështirë kur je vetëm edhe s'ke me këta ndash gëzimin. Kur më pat lindur ky shqiptari, ky doktori, isha në burg, edhe erdhi nana, kishte marrë një kuti llokume, edhe hyri në burg atje prapa atyre divërave të hekurit, edhe po don ta hapat kutinë e llokumit, thash çka bën? Thot po na ka zua Zoti na ka lënë djalë. Thash po kujt do më ia dhon policëve, milicisë do më ia dhon llokumat? Kur dash për dera, atëri don llokumat. Po. Kur shkova në dhomë, atëre se u gëzova fort, u gëzova për nanën fort. Sepse nana nuk mund të vdiste pa një djalë tim. E u gëzova që lindi djalë, lindi ashtu si deshti ajo. E mirë po s'kisha me këtë ndaj gëzimin. Ishte shumë zor. Mirë po e kam pas të kundërtën, kur më vdish nana, prap isha në izolim, edhe isha vetëm. Po atëherë ishte mirë, sepse s'kishte kush të më thonë të oa gajret Adem Demaçi apo mërzit të shakshtua ne këndej. Po kur ma mbyllnin derën, në mëngjes se hapnin derën për nga dhona të farë, kaftjallin e qka ishte, e atëherë mbyllnin, e atëherë t'ja lëshojsha një skam, qajsha, flismi i vogël, kur vinte koha prap të hapnin derën, prap i fshisha lotë edhe të bëjsha një ndërprerje, kështu që 3 ditë kam qa për merak. Edhe kjo, ajo vetëmi më ka shërbyer shumë që të mund të me një fjalë të berdhi lot pa pas nevojë të shtiren para tjerëve se bëj gajret e qëndroje poshtë pjetë, po isha ai që jam. Isha djali i vogël i nënës Nazife, të cilin ajo e rriti me thoje me dhamë. E rriti, e ngriti, edhe kur ishte puna për atë dheun, tha, ko djali. Nëna Nazife tani ditë do të des, nëna Shqipëri do t'jetoj gjithmonë. Kapu me nënën Shqipëri, nëna Nazife kalon si kundër. Kjo ishte nëna i. Adem, a përbashkohem me Shqipëni, a shka përbojmë? Shiko, ne me Shqipërinë kemi qenë bashkuar gjithmonë, sepse vetëm kur dahet shpirti, atëherë bëhet ndarja. Pa mendoj, shpirti është lidhja më e madhe e mundshme të cilën nuk mund ta ndaj askush. Dhe ne me shpirt kemi qenë dhe jemi të bashkuar gjithmonë. Po tash duhet të bashkohemi me veprime. Duhet të bashkohemi me, domethënë, një mundësi që po na jepet sot, duhet ta shfrytëzojmë. Rrugët po bën, udhëtimet po bën, kuadrat po shndrohen, po vinë, po shkojnë. Do të bën edhe shumë sene tjera në ekonomi të cilat do ta lidhen edhe më shumë. Domethënë ne duhet të përpiqemi që këtë mundësi që e kemi jo të flasim shumë për bashkim, sa të punojmë për bashkim. Të martohemi, kosovarët të martohen me ato të myzeqese, të jugut, ata të veriut, të përzihet, domethënë populli të bëhet kombi i cili pa të cilin nuk mund të gëzojmë respekt në botë. Ma herët doktor shqiptari, një doktor shumë i suksesshëm, është djali juaj që mban emrin shqiptar dhe vajza abetare. Emra shumë karakteristik, shumë të veçantë dhe trall, nuk e di a ka edhe dikush në Kosovë që ka emrin shqiptar. Për abetare po. Po pas. Shqiptar ose ku është njëri. Ka qenë një, e bëm një grev një herë se na i kthyen prind tanë që erdhën nana, motra, shokëve tjerë u kthyen familjet, edhe ishte 28 nëndori, i 64, 65. Na i kthyen sepse kërkon për njerëzit të flisin serbi. Familjet tona dinin se ne ishim për shqiptarizëm në burgë dhe nuk ishte puna që do të flisim në serbi. Edhe bëm në grev një 3-4 ditë,
edhe dikur erdhën thanë, jo, mirë, kemi heqë dorë, na, jo, do të pjesni Shqip, po vetëm lene greven e tjera tjera. Erdhi një delegacion nga sigurimi i Serbisë. Ishte ardhë 40 ministrat e punëve të brendshme të Serbisë. Edhe më thirrën në zyrën e tyre. Sigur që kanë zakon ata njerë flasin për gjëra, për gjepora, për punë të kota, edhe në një moment njerë thëtë, kako se zove të fojsin, bre, si quhet djali ytë? Tash djali im quhet shqiptar. Shqiptar. Tash shka shqiptar. Tash po edhe te ju tash ka emrin Sërbo. A njëri prej tyre kishte pas emrin Sërbo. Unë alë në atë tash për shikoj njëri tjetër. I pyej mua për. Koni, unë mendoj, nuk e di si konceptojnë shqiptarët, sidomos atje në Shqipëri është shumë e ngatruar puna e emrave. Atje ka shumë emra që s'kanë kur farë kuptimi. Unë mendoj se nëse jemi shqiptar, edhe nëse flasim shqip, duhet t'i kemi edhe emra shqip. Nuk e kuptoj se si mundemi ne t'ja ngjesim tash. Unë babën tim që ka qenë në alfabet, s'mund t'a ndaloj atë ma gjitë emrin Adem, një emër shumë problematik. Se Ademat është shumë problematik. Shumë të vlefshëm. Janë treguar edhe të vlefshëm. Po, sot të ngjitet emri Hasan, Hysen, Rahman, Rahim, por se pjeta në i këndej. Sherken. Ose të ngjitet Romeo, të ngjitet s'di se çka do fare emra që nuk janë tanët. Unë mendoj se nuk është sjellje kulturore. Emi është këtu që thash, ne që jem shqiptar, ne mendojmë shqip. Po. Dhe pikrisht kjo është pengesa ime më e madhja që unë nuk e flas mirë anglishtën sepse mendoj shqip, e pastaj e përkthej anglisht edhe del Tarzan që del pastaj. Qysh për del paca del? Me thonë për komunikoni anglisht? Unë jam për atë që ne duhet të bëhemi pjesë e botës. Mirë po pjesë e botës mund të bëhemi vetëm duke zhvilluar vetveten tonë dhe duke thelluar dijen e kulturën dhe të vërtetën për ne, vetëm si të tillë ne kemi vendin e zbrast atë që na pret. Nëse fillojmë të imitojmë botën, vend për imitator nuk ka. Jo, se s'ka kush më bosi na. Atje ka vend vetëm për originale. Nëse ne do t'i përbahemi originale. Edhe në Shqip ne mund të kemi ekonomista botror. Edhe në Shqip ne mund të kemi inxhinier botror. Edhe në Shqip ne mund të kemi filozof botror. Do më thënë, gjuha jo nuk na pengon që të shprehim çdo mendim të mundshëm që është sot i shprehur në çfarë të gjuhët botë. Kjo është një përparësi e madhe e gjuhës tonë. Prandaj nuk jam për atë që të mundohemi të flasim anglisht dhe ka plot që flasin më mirë anglisht se sa shqip, po mos pari duhet të flasim mirë shqip e pastaj të mësojmë gjitha gjuhët e botës. Prandaj them, nuk duhet të përpiqemi që të ulhyremi botës duke imituar ata. As me emra, as me këta okej, as me ato oje se po se bjeta në gnej, po duhet të harrojmë tonën. Sepse vetëm me tonën respektohemi në botë. Vetëm me tonën ne jemi të pranuar në botë. Sepse sa për okej, ata okeja kanë sa dush. Sa dush. Po kur ti thush ti ani, ai thot, kjo është okej. Shqip është ani. Po pra. Ani. E cila fjala që e nisin shqiptarët gjithmonë çdo fjalim me çfarë fjale fillojmë? Paj, kur thuhet paj, ti pyes paj çka më thon, si më thon. Shumë të tjerë nuk e përdorin këtë fjalë. Kjo është fjalë mrekullueshme se anglezët e kanë well. Po. E shpesh herë njerëzit se përkthejnë atë fjalë well. A ne e kemi fjalën paj? Pa çka më thon në burri botë? Në rezervate kanë përfunduar shumë keq. E na me shka e na mashtru, po thadim çështën ngjashme me këtë pasqyrë në vogël. Ne na kanë mashtruar dyna bot zabit. Na kanë bot zabit, na kanë dhënë grad, kemi luftuar për Romën. Zemra e ushtrisë romake ka qenë lirë. Ne ja kemi dhënë Romës 6 perandor. Nuk është vetëm Diokleciani që mendojmë. Sepse kanë qenë ushtarak të fortë dhe atëherë kush e ka pas ushtrin dorë është bërë edhe perandor. Po. Ne kemi dhënë me qindra general, pashallar, që thonë në turqisht, otomanë. Niskenderbeg ka qenë që i trahtoi otomanë. Edhe u boj madh. U boj madh për ne, u boj madh për Evropën, u boj madh për botën. Ata të tjerët E pse mashtrohem në letë si popull, po thadim, ti përvoj shumë këtë drejtim. Mashtrohemi letë sepse ne jemi zhvilluar me kërcime. Populli ynë, domethënë ilirët, në zhvillimin e vet, nuk e kanë njohur slavpronari.
Sklavëpronaria është një sistem kur sklavët janë fuqi punëtore që punon, krijon, kurse sklavëpronarët jetojnë dhe krijojnë, merren me arte, merren me shkenca, sikur që ka qenë Athina, Roma e tjera. Ju e dini që mbretërit që kanë qenë sklavëpronarë kanë pas një kolektivitet të njerëzve të ditur në oborin e vetë. Një prej tyre ka qenë edhe Aristoteli që thonë se ka origjinën shqiptare. Dhe ata kanë jetuar me punën e sklavëve. Edhe ata të tjerët kanë jetuar me punën e sklavëve. Ilirët, me që kanë qenë të ndarë në fise, nuk e njohin sklavëpronari. Nuk e kanë njohur sklavëpronari. Prandaj s'kemi pas një qytete të mëdha. Se për të bërë qytetet e mëdha ka dashur të ketë shumë sklavë, që të punojnë, të ndërtojnë, të tjerët të merren me politikë, me arte, me shkenca, me lufta e tjera. Ilirët kanë qenë mrena fisit dhe nuk kanë pas nevojë as të shkruajnë as të lexojnë. Prandaj s'na kanë merr shkrimet e tyre. Sepse janë njohur me zveti krejt, kur ka pas rrezik ka thonë, "O, besim, mule se na mytën këta tjerë, i kanë mbledh shok, ka dalë luftë, e kanë fituar luftën, jenë këtu mbrapa, besimi e ka marrë shkopin edhe ka shku me dhi prapë, atë ku ka qenë." E sot jo ashtu. Sot ashtu jo. Sot është ndryshe. Po duhet të them që zhvillimi ynë ka qenë specifik dhe prandaj edhe gjithashtu ne kemi kaluar edhe kapitalizmin. Ne nuk kemi hyrë në kapitalizëm. Përse ne jemi bërë objekt i sundimeve të huaja, i coptimeve të huaja? Sepse se kemi pas klasën kapitaliste. Klasa kapitaliste është ideatore e kombit, e vetdijes kombëtare, e rujtjes kufive, e rujtjes pasunive, toksore, mitoksore, e zhvillimit, bashkimit gjuhës, të kulturës e tjera. Ne nuk e patëm klasën kapitaliste. Tamam ne filluam të hymë në një feudalizëm të lullzuar, botën e kishte kapluar kapitalizëm. Dhe në ranë në hopën në morën një copë. Kër e morën një copë ta feudalët e jugut Shqipërisë, nuk deshën me ditë për Kosovë që e morën të këtë tjetë. As ma prekën muë, vërlaci e tjetë kanë pas me ka 20.000, 30.000 hektarë toka e tjera, e morën Kosovën, ata nuk e një njështë. Po të kishin qenë kapitalista, se kishin dhanë. Se, po na shkon tregu, po na shkon lënë të para, po na shkon fuqia punëtore. Ajo ka qenë ajo që e ka bashkuar kombin, sepse ata popull që e kanë krijuar mas pari klasën kapitaliste, do me thonë që janë zhvilluar me rregull. Ata popull edhe sot e kanë botën dorë. Tjera edhe shumë shpejt, shikoni ju, gjenerata e pare shqiptarëve që dalin jashtë, e harrojnë gjuhën e vetë. Shikoni bosnjakët, ata dalin, janë tulqi, tash 30 vjetë, 50 vjetë, prapë e din bosnjakishtë. Popull tjerë nuk asimilohen letë, shqiptare asimilohet shumë letë. Pse? Sepse nuk e ka temelin që duhet, e të cilin duhet ne ta krijojmë. Sepse nuk mendojnë kombëtarisht. Duhet të mendojnë kombëtarisht, të sillemi kombëtarisht, të veprojmë kombëtarisht. Atëherë jemi të pathyeshëm. Këtë e kanë për detyrë mediat tona, shkrimtarët tonë, shkencëtarët tonë, politikanët tonë, te duhet ta zhvillojmë me popullin. Nuk shtrohet problemi aty, por shtrohet problemi që përdoren fjalë pa nevojshme. Për shembull, do ta them. Gjuha shqipe i ka. Suportim. Gjuha shqipe i ka, jo suportim, jo impak, jo të mërta në ignorë. Spastoho. E çka po ta them? Çka po mjetet aty? Për shembull, çka tërtëmërte, çfarë gjuha shqipe? Tërtëmërte tamam shqipe. Shqip, tamam. Shqipe, as shqipe. Po pra. As shqipe. Çdo që dali prej shpirtit popullit. Po. Suportim, masalaj për ta them. Ja, s'ka, nuk ka, nuk kam fjalën për të shpreh pak kënaqësinë time se në këtë mënyrë po krijohet një farë komoditeti që sikur po duket, sikur po ulvyremi tash ne amerikanëve. Menjëherë okay. Amerikanët nuk kanë nevojë për vazal, nuk kanë nevojë për izmeçar, nuk kanë nevojë për çuçan. Ato kanë nevojë për faktorë të vërtetë që Izraeli. Po Izraeli dashur me tonë ne po e duan. Edhe na duhet. Se Izraeli është kom që e mbron veten, e çon përpara veten. A si kombi duhet të bëjmë ne? E jo të bëjmë me nani mua ju pa juve kishim marru. Ku kishim marru pa juve? Pa 2000 Po. Me shkum pushim bashkë me ta ata që nuk dhanë asgjë për lirinë tonë. Ata flasin gjithë ditën na shtrirun amerikanë. Jo më rebu. Pa gjakun tonë, pa budget tona, pa flimet tona, pa insistimin tonë, pa kryengritjen tonë. Po kush kisha aty në Kosovë me luftu për Kosovë? Të shkojmë te kuizi. Të lutem na thuaj ato vargje që ka thonë mësuesja në Shqipëri që keni fillu orën. Veç ato vargje dhe shkojmë te kuizi. Po çka je mor djali i bardh, besa besun jam shqiptar. Se Shqipëria më tha një fjalë, me ke nan e të kam djalë.